Masakër në një paradë ushtarake në kryeqytetin Sana në Yemen. Një kamikaz me veshje ushtarake shpërtheu vete në mes të turmës ushtarëve në sheshin Al Sabin, pranë pallatit presidencial, duke shkaktuar vdekjen e 10 personave dhe plagosjen e qindra të tjerëve. Ky është sulmi më i përgjakshëm i ndodhur në kryeqytet që pas ardhjes në pushtet të presidentit Abdrabuh Mansur Hadi në muajin shkurt. Televizionet transmetuan pamje të trupave të pajet të viktimave të shtrirë në sheshin ku po mbahej parada. Ambulancat nxituan drejt vendit të ngjarjes për të transportuar të plagosurit në spital. Sana ka qenë relativisht e qetë që pas dorëheqjes së ish-presidentit Saleh, ndërsa luftime janë regjistruar në shkretë të tjera në jug dhe në disa qytete të vendit mes forcave qeveritare të mbështetur nga këshilltarët ushtarak amerikanë dhe militantëve të lidhur me Al-Qaedan. Sulmi i SH-s shihet si një mesazh nga Al-Qaeda për presidentin e ri të vendit. Jemeni është qendra e njërës prej degëve më të rrezikshme të rrjetit terrorist Al-Qaeda, ku prodhua edhe një bombe sofistikuar që ishte planifikuar të shpërthente në një avion amerikan. Dëshmitarët treguan se gjatë paradës ushtarake dëgjuan një shpërthim të fuqishëm dhe pan trupa të binin në tokë. Besohet se kamikazi mbante një rrip eksplozivi, por nuk dihet nëse ai ishte pjesë e paradës apo kishte depërtuar mes ushtarëve për të shpërthyer bombën. Ministri i Mbrojtjes Naser Ahmed dhe shefi i shtabit të ushtrisë ishin gjithashtu në shesh në momentin e shpërthimit, por ata nuk pësuan dëmtime.